Ju faleminderit që keni ardhur dhe ju uroj shikim të këndshëm. 3 ditë para shfaqjes. Kam gjithë të shëpërvërcime, që mos të nevoj dhvim të lirë, bërë në gjohë. 2 net para shfaqjes. Do të qojni të gjithë në këmë të ngrisë, si ku erdhën dy zonjusa dhe të gjithë. Do të folë marë ofës. Bini që hello? Të gjithë dorën dhe kopën shumë, si që bini me të gjithë. Qa fok, Është shumë kurnas. Po pse o legend, pse s'na kam bërë unë. A, do më thëmë goni të la thotë të ta vlerë 2-3 herë, po i pinë që të du të sol, po i bini. Nga fot komi. E thotë, e ka në tek. Një natë para shfaqjes. Se kam premier, dhe u kam premier gjithmonë shkoj te pesa që bëjmë gati dhe i ruaj deri në fund. Ju ftoj ta ndiqni këtë shfaqje kaq të mrekullueshme. Amin. Nesër më vinë aktorë, dhe ata do gjenë gjithë shka gati, dhe unë jam shumë. Atë thashë dhe bësh 3 ditë para. Nuk besoj. Në fakt, koha në teatr është luks. Gjithmonë shumë ndodh dhe aq më tepër kur është edhe një proces krijues që të dalin her pas here të papritura. Stafi që agjitoi për të vetë faktin që kohë nuk ishim. Edhe unë që gjatë gjithë procesit punës isha shumë e qetë. Mundohesha të isha e qetë, dhe pse nuk isha e qetë. Po të shtua unë 3 litra boj, ku ta qoj, unë nuk do ngjyros institucionin. E vetë figët, dhe që keqe vlajë po të Po e qëtësi. Se po fillova pastaj me papërballueshme, kështu që po mbaj veten fort dhe që stafi të jetë në rregull. Por kjo është dhe e bukur e teatrit. Dëshira ishte që në teatrin e Durrësit të gjithë aktorët të ishin pjesë e një produksioni të madh. Dhe unë pranova më njerë, sigurisht duke qenë se do isha dhe shumë shpejt do isha regjizore e trupës së teatrit Aleksandër Mujsiu, pra kjo do ishte dhe shfaqja ime e parë. Filluan kërkimet më njerë për një komedi ku duhet ishin të gjithë aktorët. Kisha shumë qejf të vija një komedi të re, domethënë jo një komedi që ishte vënë më parë, pra le të themi një premier absolute në Shqipëri. Dhe në këto kërkimet e mia takoj me mikeshën time Angela Cekopano, e cila më sugjeron pikërisht këtë vepër. Tha, njoh autorin, e kam lexuar veprën duke në tren, duke shkuar nga Anglia në Paris, dhe kam qeshur ta tërkohën me lot. Më sugjeron veprën, ma jep në anglisht, e lexoj dhe impakti im i parë me veprën ka qenë dhe unë kam qeshur me lot njësoj si Angela. Në momentin që unë lexova tekstin, kanë qenë momente që kam qeshur pafundësisht, nga fillimi deri në mbarim të tekstit. Madje mbaj mend që e kam marrë Anti në telefon dhe i kam thënë, nuk po pushoj dot së qeshuri.
Dhe thash, problemi është që kam në mendje shumë bocete për të realizuar. Vetëm gjë që unë doja që ky fshati mos të kishte krahin, mos kishte gjeografi as personazhet dhe as fshati. Edhe për Endrin kisha pothuajse të njëjtën kërkesë, nuk doja që muzika përveç një elementi me kabaqa i ka përdorur dhe e kemi në fillim dhe në fund të shfaqjes, pastaj muzika është shumë e bukur dhe nuk le të themi që dhe muzika në këtë rast nuk ka një identitet kombëtar. Nisi procesi krijues, u prezantuan 3 skenografi të realizuara mbas gati 100 bocetesh, edhe pse zgjedhja ishte shumë e përshtatshme, i përshtatej pjesës si vendi më i humbur, pikërisht një bosht në mes të skenografisë ku ndodhet një kafene dhe aty brenda zhvillohet e gjithë ngjarja. Ka humbur veten, le të themi. Edhe kështu që vendosëm të largohemi për njëri trit. Qa tha? Nuk kemi pas ka humbur shoqja. Më vraf të zoti se kemi parë. Shiko, keni gjetur vendin më të përshtatshëm për të bërë një retreat që do me thë pushime. Kalimiza fushë, është sot për sot nuk një njoh, për të për pushime, për të marrë me vete. Se nuk e që tjetër me qatë Duket. Për shtatin e parë me Shqipen, me realitetin shqiptar e ka bërë vetë përkthyesja dhe emrat e fshatrave, që sigurisht janë emra të krijuar, nuk janë emra të vërtet, janë një gjetje e Anxhelës, le të themi, kemi bashkëbiseduar shumë, por mua më pëlqyen shumë. Në fillim më tingëlluan pak kështu si që do i kishim pak aktorë të vështirë, por mbas le të themi 3 javë të para aktorët nuk kishin më problem. Vendi më i humbur është një metafor, është një vend periferik, një vend i humbur ku ti e gjen dhe në Angli, por e gjen edhe këtu tek ne. Dhe si skenografe e kësaj shfaqjeje, mund të them që më ka dhënë një emocion shumë të madh duke përfshirë skenën edhe kostumet së bashku. Hik janë. Po ta mbajmë dhe Jemi Provat në këtë projekt nuk është se kanë qenë të lehta, pasi për shkak të rikonstruksionit të teatrit ne jemi detyruar të bëjmë provat në disa ambiente. Ne jemi detyruar dhe kemi bujtur, le të themi, në ambiente të ndryshme për të bërë provat, madje kemi bërë edhe në lokale, kur është dashur, ku ka qenë nevoja. Por ajo që mua më ka emocionuar më shumë kanë qenë provat që kemi bërë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, sepse baba im për vite të tëra me radhë ka dhënë kontributin e tij për të gjithë fëmijët Dursak, madje pikërisht inspektorja e skenës Solta Juba ka qenë një ndër nxënëset e babait tim, dhe sa herë që hyja aty në zëpllak që shkelja, domethënë ndihesha si le të themi emocionuar dhe përkëdhelur, sepse ndukej sikur kisha edhe babin aty. Por gjithsesi kur të mungon skena, mungon hapësira, është pak e vështirë. Pastaj për të ardhur këtu në skenën e amfiteatrit që komplet një hapësirë tjetër, kështu që na është dashur kohë për të përshtatur në përmasat e skenës. Unë në përgjithësi në gjithë shfaqjet e mia që vë, para premierës, unë le të themi le bëj 6 shfaqje, 6 kalime të lidhura, por këtu nuk e kishim këtë luks, duke qenë se në amfiteatër kishim vetëm 2 ditë e gjysmë kohë, që kështu nuk kishim luksin për të bërë kalime të lidhura. Po kjo është një lloj pjese që është një farë, se kjo ka nevojë sa më shumë kalime, sa më shumë të aktorët ta japin pjesën, aq më shumë pjesa konsolidohet dhe aq më shumë aktorët ndihen të sigurt. Po nëse kishim këtë fat. Në kalimis fush, të gjithë mund t'jenë vetvetja dhe askush nuk t'i ngrin mendimet e ndjenja. E di që e kam thënë regjizores, kur e kam lexuar veprën për herë të parë, i thash, janë friends në një fshat të humbur. Unë Andjan e kam mikesh prej shumë vitesh, kam luajtur në shumë shfaqje me Andjan, por si partnere. Dhe hera e parë ishte që unë ta kisha regjizore. Në fakt e kisha me shumë dëshirë, sepse kam parë pjesët e Andjes, me mënyrën se si ajo i ka vënë, sa me pasion ka punuar,
Dhe kisha shumë dëshirë dhe ndodhi që në këtë shfaqje të isha pjesë e këtij projekti. Kjo ishte hera e parë që unë vija le të themi si regjizore me trupën që deri më di kisha punuar si aktore dhe kisha fakt me emocione, kisha me përgjegjësi shumë të madhe, kisha me kënaqësi dhe mora me një pasion shumë të madh këtë vepër. Me shumicën prej tyre kam punuar, kam qenë në marrëdhënie regjizor-aktor. Për shembull me Adelinën kam punuar 4 herë, me Gentin, me Vin Dokon 3 herë. Me Aleksin në hera e dytë, kurse me gjithë të tjerët e kisha për herë të parë. Po, është e vërtet, në fshatin ton ka shumë atraksione turistike, si për shembull fushat me patate, rafinë e patates, që Xhaxhigoni e ka shumë qejf. Madje mbaj mend që Amosi ka qenë në Francë, kur merrti një mendim për xhiken, dhe thot Amosi, ande të ka marrë 3 ditë leje, jam në Francë me pushime. Këtë është ai lloj regjizori që edhe në 3 të mëngjesit, nëse i lind diçka në kokë të shkruan, edhe thotë, po sikur ta shtem këtë detajin, domethënë është shumë kërkuese nga aktorët, edhe më vërtet ka surprizuar për mirë. Andja na ka lënë hapësirë deri në tekst. Na ka thënë mund të shtoni, por pa prishur thelbin dhe pa prishur këndvështrimin tim. Domethënë e ka vizatuar personazhin, duhet këtu dhe mos u largoni rrethit. Tani duke qenë se ne patëm lirinë që dhe unë i dash lirinë aktorëve që të shtonin shumë nga vetja, shumë situata, rrethana, batuta. Kur vjen fundi, vjen ai momenti që shumë gjëra duhen shkurtuar dhe duhen prerë. Dhe sigurisht unë kam shkurtuar shumë, disa aktorë nuk e kanë pritur shumë mirë, disa aktorë kanë pritur shumë mirë, për shembull Genti ka qenë një ndër ata që ishte i lumtur madje kur e shkurtoja tekstet e tija, sepse duke qenë se kishte nga fillimi deri në fund dhe për atë ka qenë shumë e losme, le të themi, e gjitha. Por dikujt i kam rënë në qafë, më shumë se sa të gjithë tjerëve, dhe ai është komisar Katani që e interpreton Xheni Fama. Duke qenë se të dy policët dalin vetëm në fund, le të themi, dhe duke qenë se ai ishte fundi veprës dhe pjesa duhet mbaronte, gjëra duhet përshpejtonin, duhet vinte një zgjidhje dhe publiku duhet ta shikonte dhe ta shijonte këtë zgjidhjen, dhe personazhi Xhenit është ai, le të themi, që unë i kam rënë pak më shumë në qafë. Ne vendosëm bashkë me Xhenin që personazhin t'i jepnim një që ai kishte vështirësi në të folur, t'i jepnin një cen në të folur, le të themi, dhe ai e zgjodhi bashkë me mua që ta bënin personazhin gagaç, por kjo të bërit gagaç, le të themi, që e rrëzonte pak ritmin që unë të doja që skena e fundit e veprës të kishte, që kështu e zbutëm pak me Xhenin, e lam që ai të ishte shumë herë më pak gagaç, as kishte provuar muajin e fundit. Edhe nuk donin të përfundonim si ai aty. Kushati, Turim, me telefonin si provë materiale, së përdoja. Do të thonë nga ato gjysma gjatë provave dhe gjatë shfaqjeve janë hequr edhe pjesë të tjera. Edhe janë hequr janë shtuar, nuk është se vetëm janë hequr. Janë hequr, se për shtuar nuk janë shtuar, mos ja fut kot. Madje të shfaqja tjetër, ç'a të shtuar ti? Ha. Ka shumë të shtuar sa nuk e mban mend. Vetëm që shfaqja tjetër do dalin vetëm përshëndetje. Pak përshëndetje. Sigurisht kemi edhe te Goni, ja ku është edhe pronari, Goni Napa, e shikoni? Genti ka një element të kostumit që unë nuk e kisha vënë re me vëmendje, po dje e vura re, një nap, i thash Gent, po e ke pas gjithmonë në pjesë e kostumit, se sa kam vure, po tha e kam pas. Është tha napa, tha, që ka ky pronari, tha, dhe në këtë nap, tha, ne kullojmë pataten, tha, dhe nga ajo që mbetet nga kullimi i patates, tha, ne bëjmë rakinë e patates. I thash, domethënë, i bie që Goni ta ketë element të përhershëm, po. Ja, po thash që kam bjemi napa, tha, se nuk ka mundësi. Qeshëm dhe pastaj, nuk e se bëra ndërmend, po kur dolëm në skenë, ishte momenti dhe më erdhi instinktivisht, thuajse instinktivisht që kur unë duhet prezantoja në live personazhin e Gonit, më doli me emër dhe me mbiemër, thash Gon Napa. Atëre, si fillim Gjigelian, ti nuk do të bësh asgjë. Mjafton të vdesësh. Jo, po, unë nuk dua të bëhem i famshëm i vdekur, dua të bëhem i famshëm i gjatë. Le të themi që Gjigja është më i pastri nga të gjithë, sido që tjetë. Ka një zemër vërtet shumë të pastër dhe mendon vetëm për të mirën e komunitetit. Dëgjoj, kafsha më e fuqishme në planet është ajo që jo më e forte, por që ajo që ditë përshtatet në një farë mënyrë. Megjithatë, po është e vërtet që një pjesë e madhe e rinisë shqiptare po kanë gjetë këtë shortcutin që bëhen të famshëm nëpërmjet rrjeteve sociale, duke bërë gjëra, ku ta diu, nga më të ndryshmet.
Megjithatë nuk mendoj se kjo është rruga e dur, sido që tjetë. Mund të jetë një rrugë e shkurtër drejt suksesit, por kjo nuk sjell vetvete asgjë të frytshme. Nuk është i ofrohet edhe ndonjë gjë çikës, ë? Nuk i ofrohet ndonjë gjë. Po, domethënë nuk ka asnjë stimul, nuk ka asnjë. Po të mendosh që ka shumë të rinj që jetojnë nëpër fshatra ose qytete të vendit, është e vërtetë që kanë edhe një si lloj arratisje këtë gjë. Ju lutem, mos më shikoni gungën, por më shikoni punën. Do ta shikonin që nuk do të pendoheni në atë. Të them të drejtën, e kam menduar Priftin, jo si Prift, por si një njeri që është arratisur në këtë vend, sepse e thot edhe Goni që ti ke marrë në punë kushuririn tënd, i thot kryetarit bashkisë. Kryetarit bashkisë, atit, të komunës. Edhe unë e kam menduar si një arratisur, me që kemi të bëjmë edhe me Zysh Kasemin, që ka një dosje penale. Dosje penale ka dhe vetë kryetari i komunës, kështu që mendoj që edhe Prifti ka një Po le të themi që të gjithë banorët e kanë nga i kartel. Që sot ka një mani që njerëzit duan të bëhen të famshëm shpejt me një klik dhe sidomos nëpërmjet rrjeteve sociale pa u impenjuar në një punë konkrete dhe pa bërë diçka të mirë, si thua, për komunitetin. Në këtë sens edhe kryetari i komunës është një me që më pyete më herët, është një personazh i cili është një personazh i cili personifikon drejtuesin lokal të një province i cili është i mbytur në korrupsion dhe që nuk në fund të ditës nuk përpiqet të bëjë diçka për të mirën e komunitetit, po përpiqet vetëm për interesin e vet. Të drejtë. Mase. Një mesazh ai ka shkruar kur atje, është një çurm që ka lënë për policinë që të qenë vras. Bravo Semi. Në mendjen time, troç Mabeti, unë nuk e shoh Kasemin si një personazh që do të jetë grua. E shoh si një personazh që ka pasion të veshje femërore, sepse janë më teatrale. Tash ti jemi realist, kur bie fjala për veshjet femërore, mund të guxohet, të vjen temina, të vjen pupla, të vjen e ke parasysh të bëhet një karikaturë deri diku karnaval dhe është okay. Kështu që unë mendoj që Zysh Kasemi ka thjesht një nevojë të brendshme për fashion. Orda, jo mbaro ti. Ti bëre shumë mirë që erdhe sot. Shplodhi pak, merr një fut gjumë, edhe pastaj dile dhe bëj një shëtitje në përgjith kalimizën tonë për shpur. Kur të kthesh, do të lindë që vetiu dëshira për të jetuar. Do me thënë, Viki është si ai sinjali zjarfikses në një dasëm. Është një producente pak e çmendur, e cila ka të ftohtësinë e saj, e karakterizon kjo ftohtësia e televizionit për së brendshmi dhe do vetëm famën, do vetëm të ecin gjërat e saj mbar, vjen në këtë vendin e humbur dhe nuk e gjen vetëm fare. Ka qenë e vështirë në fakt të interpretosh një rol të tillë si Viki. Me thënë drejtën se s'ka lidhje fare me natyrën time. Edhe nuk është se njoh shumë producente në fakt, po edhe një që njoh. Më thënë që e njohim që të gjithë, nuk do të doja ta imitoja. Edhe unë ku nuk ja vura veshin. Dua t'ju lexoj mesazhin e fundit që ai më ka nisur. Eni, do vish bashk të hipim te pema që të... Jo, ky është i para fundit. Mos e lexo. Personazhi i Enit është një gocë që është komplet e kundërta e Vikit. Punojnë bashk. Kjo nuk është në pozicionin kaq të lartë sa që është Viki, është një gazetari që është në terren, është gjithkohë në live, në TikTok e njohur kështu. Ajo që e bën të veçantë dhe ndryshe nga karakteri im është që kjo është shumë personazh në ajër, ndryshe nga unë që jam shumë në tokë.
Pra shumë në ajër, i duket, jo, gati çdo gjë e mrekullueshme, po pse ka problem, beson çdo gjë, përpiqet gjithmonë që të ndihet mirë Viki, i shkon pas avazit, sepse vetë nuk është e ka shumë problem gjërat për shtatet, e kupton? Për sa i përket në krahasim me sa producente njohim apo bëjmë, si unë dhe Lina jemi përpjekur të krijojmë një karakter duke u nisur nga vetja, kështu që nuk e di sa mund të jemi bazuar diku. Na vin tot tash, na prishin gjithë suksesin e policisë. Shumë për suksesin. Ne pa drejt. Po, s'të leva drejt. Sa pinë njëra. Po, për sukseset që keni të tapimit. Thjesht kishte një gjë dhe ky komisar Katani thjesht i merret goja, sidomos masi se ka kështu mas drekës e ka. Kur ka pi shumë, mas drekës fillon i marret çik goja. E ka kështu si Hajdeni në sken. Aleksi është me 39. Njerëz, Aleksi është shumë i smur. Jam mirë. Me shumë fat që jam mirë, duke qenë se disa ditë para premierës, jo vetëm unë, po shumë pjesëtarë të kastit ishin shumë me temperaturë të lartë, edhe me gripe, edhe me dhimbje koke, dhimbje kyçi, dhimbje të tërash, më kupton? Ai u smurëm të gjithë javën e fundit, të gjithë dyshojmë që mund të ketë qenë Covid, u smur Genti, u smura unë, po me 39, me dhimbje trupi, pastaj të gjithë me radhë Aleksi, edhe pse ishim të gjithë të smur, të gjithë vazhdonin prova deri në 2 të natës, domethënë të gjithë kishim të dëshirën për ta bërë sa më mirë dhe për të dalë shfaqja sa më mirë, u smur Ramosi, u smur Ervin Doko, kemi të pothuajse të tërë u smurëm me radhë. Kemi kaluar një kalvar të gjatë sëmundjesh, të gjithë njëri pasjetit jemi palosur, por nuk është palosur asnjë ushtar, domethënë jemi palosur si komandant. Ka qenë edhe problemi frizerit i ngrirësit ku Xhikja futej dhe Xhikja duhet rinte aty le të themi diku te 40 minuta. Dhe sigurisht që Amosi nuk mund të rinte 40 minuta në një frigorifer të mbyllur si i bitë të asfiksoj vërtet dhe të na ndodhte vërtet që tragjedi në këtë fars. Që kështu teknikisht u zgjidh që frigoriferi nga mbrapa të kishte edhe një hapësirë, pra ku Amosi mund të dilte dhe të hynte ndërmjet akteve. Dhe duke qenë se ishte shumë në cep, sepse duhet ishe në cep që Amosi teknikisht ta kishe kollaj për të dalë, ndërkohë herën e parë që e provuam në sken, po e provoja vetë e para, le të themi mizan skenën, para se t'ia tregoja aktorëve, dhe e para që ra isha unë, duke pasuar edhe me Romirin, po duke qenë se Romiri është shumë i gjatë se mua u vras shumë më pak se sa unë. Unë nuk e pash, ishte diçka bosh këtu, që duket sikur vazhdonte skena, edhe u rëzova, mbasi ishe rëzuar Romiri, dhe mbasi ata kishin qeshur shumë me Romirin, me mua u shkrin, do më thënë nuk pushonin, edhe shava pak me fjalorin e sharjeve. Por çdo rrëzim që nuk të vret, të bën më të fortë. Qirime ta lexoj fysh Kaseni sepse ai është i specializuar të lexojë shkrime si këmbë. Do fillonim shfaqjen, kishim lënë që do bënim leximin e parë në Durrës dhe më merr një nga kolegët edhe më thotë që Andja ka ndodhur babai Ervinit ka pësuar një aksident dhe nuk e dihet si janë gjërat akoma. Dhe mora me njerë vendimin që ta shtynim disa ditë, se nuk ishe gjë më të rëndësishme se sa shëndeti babait të kolegut para shfaqjes, se kështu vendosëm dhe shtym disa ditë shfaqjen. Të gjitha pjesën ngelin mendje, por kjo do ngelin mendje sepse mua më ka ndodhur një incident me babain, do të thonë një makinë ma ka shtypur në Vizat e Barta, ai një piktor me këmbë me duar dhe tash po kalon një fazë shumë të rëndë fizike edhe psikologjike, pa diskutim, edhe kam qenë gjithkohës spital, prova. Pastaj Ervini mori vendimin e vështirë se mund të kishte edhe alternativën për ta lënë rolin, po vendosi që e pranoi rolin dhe vendosi që ta bënte dhe ka pasur dhe ai një situatë shumë të vështirë sepse duhet të ishte tërkohë në spital, pastaj duhet gjente pak kohë prova dinte tek ne. Po ishte njeriu që më tha ti duhet marrësh se s'bën pjesë tek kjo pjesë, sepse edhe bëri mirë. Është pjesa e parë që unë e kam parë si në shërbim timin, jo si unë në shërbim të pjesës. Do thonë, jam kënaqur shumë me këtë priftin, me këtë personazh, jam kënaqur me kolegët, me këtë pjesë kaq. Do thonë, më shërbeu pjesa mua për kaluar një gjendje të vështirë familjare që kisha. Edhe da Zoti Në një farë mënyrë është edhe i lloj arratisi nga realiteti, se të gjithë aktorët kanë hallet e tyre, kam jemi njerëz si gjithë tjerët dhe gjithë secili prej nesh ka hallet e veta, por
atë moment ku jenë të paktën në skenë, i harron të gjitha dhe ti je me të vërtet i futur në lëkurën e personazhit dhe shijon atë personazh që e duke interpretuar. Dhe kjo është një gjë e mirë për ne aktorët, sepse me vërtet na ndihmon që të dalim nga rutina dhe nga hallet dhe nga streset tona të përditshme. Turim, ti e ke marrë ripin tim? Sa ka thënë? Ama nuk po i dëgjoj. Kisha harru ripin e pallonave. Po të vinin pantallon. E kisha harru në shtëpi dhe në një moment ndjeva që për pak menova që më shkum deri te gjuri pantallonat. Edhe tash komisar Katani mirë që gagaç, ka ku. Ti bishin edhe pantallonat deri në fund kanve, tu pengonte edhe me brekët e veta. Dalim në skenë, futet Gjeni i pari, pas Gjeni tonë. E shikoj një moment që Gjeni kishte futur duart në xhepa po ngjitet pantallonat. Edhe filloi të tunde shpatullët nga mbrapa. Po thosha me vete mos e kthe kokën këtej nga unë. Do të thënë se aq mjafton një reagim i vogël nga kolegu dhe ike. Unë sikur e dëgjova brëndsinë e javës që ta mos e kthej kokën te ajo, ja ku janë. Fytyrën e Gjenit që ishte deformuar tu. Plasa. Ja ku janë. Nuk pas ka vend të veçare. Moregoni, ku po shkon kjo dunja Moregoni? More Kasem, çfarë të të piu? A të që më jep gjithmonë të mbledh xhami të mbledh. Më ka ardhur për të qeshur në ca batuta pikante, do me thënë që e kisha testuar që edhe publiku qesh dhe më ka ardhur mua për të qeshur. Edhe më ka bërtitur andja. Nuk je publik, je aktore, mos qesh. Po edhe sot, për shumë të shfaqja sot me Gentin, nuk e di se s'kishe një batut që mund më drejtohet Genti, jo e pash në sy që i erdhi dhe Gentit për qeshur, dhe nuk e flisim dot, po ja të spionoj edhe për Kasemin, beri shumë për qeshur kur hyri Kasemi, sepse Kasemi në fakt harroi një batut, por që e kujtoj. Do të thonë, nuk harroj kurrë, edhe kur harroj e sajoj. Por sot në fakt, desh harrova një batut kur me Aleksin e kisha. Se shtot Aleksi dhe unë duhet i them që po ka një qiklidhe o Aleks, thash me vete qa kam, se më hutoj se kishe një brum, që unë nga trumbullakët që i kisha për byrek, Aleksi e kishe bërë si pec, ose si hokla i, tunë atë brumi dhe i më hutoj, ajo performanca e brumit, që për Aleksi mua më impresionoj shumë, dhe të sharova tekstin. Mor komisar Katani, pse ka shtet akoma? Ashtu, pse Fatosnano është kryeministri akoma? Gëzuar, ju paqa, hajde me fund. Ishte një moment që ne kishim vendosur që Kasemi del në skenë dhe atë lumtoja do t'i turrej, do me thënë, Kasemit. Dhe e kishim lënë që nderimi kryetari do e mbante. Problemi është që nderimi kryetari harroi që ta mbante dhe unë kisha atë lumton që literalisht mu hodh për sipër, ndërkohë që nga ana tjetër ishte Genti me Romirin, pra Goni dhe Kasemi që ishin duke bërtitur, është Kasemi! Dhe gjitha ajo situatë ishte, dhe këte nga ana tjetër ishte dhe Alesja që po më mbante, sikur unë isha një dam e pambrojtur. Si e ke mbajt? Po, ja, kështu, duke ngrënë, prandaj. Aleksi 2 metra, plus edhe në majtë të takave, shkon 3. Ndërkohë unë jam i gjatë, dhe sidomos do me thënë bas veshjes të takave, atë një mal. Dhe u ktheva dhe unë u bëra spektator i shfaqjes dhe ja po më vinte për të qeshur, nuk po e mbaja do të qeshur dhe më beso, për mua shumë e vështirë që të qesh. Ishte një veprim impulsiv dhe i papritur, nuk e se ishte përgatitur. Do me thënë, personazhi lumtos, duke qenë se ishte qefli, sigurisht i shkonte nga mbrapa Enit edhe Vikit, kurse për profesor Kasemin, i cili ai ka hobi të vishet dhe si grua her pas here për variacion, për të thyer këtë monotonin, për të ndjerë si diva, në një moment akti i dytë vjen i veshur si zysh Semi, si që ja Gjeti dhe Romiri, nuk e thrisë me profesor Kasemi, po zy Semi. Da ishte një moment spektakolar shumë i bukur, se për publikun është e papritur që tani zysh profesor Kasemi do visi zysh, dhe aty publiku egzaltohet, duar troket, dhe një nga netët, lumto, brif lumto, nuk e di erdi një si. Pasioni i brëndshëm dhe jutur edhe zy Semit. Do shkoj në Tiranë e do jap konkurse, e po si, Gjaxhinderim, do më jap sa lekë që të shkoj me Tiranë, në Tiranë. Nuk kam të këtë unë dua të shkoj në konkure.
Stua mor birë, shko për një intervjist punë, fillo shke punë aty, ndihmo shkollin e mbarime. Të që nga qidur këput. Se haun atë. Që ke përpish këtua. Të këndoj tani? Po, qike. Këndo, mor qike, Këndo. Atë këngën e piro, sa të do. Ne jemi si dy brigje të një lumi, në ëndra qaj me qeshin të dy bashk. Të flas pa fund gjithë ditën, por ti nuk më përgjigjesh, i rënd na pas ka qënë për ne ky fat. Ne jemi si dy brigje të një lumi, Vetë autori e sugjeron që personazhi i Gjikës të këndoj ose të recitoj një vjersë ose të këndoj një këngë. Angela në fakt kishe sugjeruar një këngë tjetër, po ishte le të themi një këngë që ishte komike. Unë nuk mendoja që personazhi i Gjikës ishte personazhi më i ëmbël dhe më i dashur për mua, se pikërisht prej ëndrave që Gjika kishte dhe dashurisë së madhe për këtë fshatin, ndodhin të gjithë ngjarjet në fshat. Dhe do doja që ky personazh i Gjikës se deri diku është një personazh që ka probleme me të shprehurin e ndjenjave, se nuk do të thoja që është me aftësi të kufizuar, po ka një kufizim për të shprehur ndjenjat ashtu, për të shprehur gjërat siç i mendon. Dhe do doja që ky personazh vërtet të këndonte shumë bukur. Dhe pjesën e këngës që përmbyll dhe veprën, vetë autori e ka që këndohet vetëm në mes, unë vendosa që të mbyll pjesën me këngën e Gjikës dhe kemi pasur shumë variante. Varianti e Angelës në Araposh, të cilën Amos i mësoi dhe sa u gëzua e mësova, unë ja rëzova. Sugjeroi Amos një këngë të Elvis Presleyt, por që unë doja që t'ishe një këngë shqiptare në këtë rast. Problemi ishte që të gjenim një këngë që t'i shkonte për shtatë edhe veprës në vetvete dhe kemi kaluar shumë një kalvar me këngë. Do doja që t'ishe një këngë, menduam për Globi rrotullohet ditëlindja ime, se mbaj mend titullin, pastaj menduam për një këngë të Luan Zhegut, derisa arritëm te Piro Çako. Edhe ram dakord pastaj të gjithë bashkë, domethënë që ishte kënga e duhur. Edhe këngë pak fëminore, këndohet më në fëminore, po edhe i drejtohet Enit që ka këtë krashin, ka këtë dashuriçkën e vogël. Dhe mendoj që është një moment shumë i bukur emocional, kënga e Gjikës edhe letra që mesazhi që Gjika i ka çuar Enit. Gjikja po luar roli, është skem, është aktor po luar roli, bën sikur, sa ta tjetër na kupton. Nuk të kishë baru aty, u talentin baru. Nuk të kishë. Le të themi, çdo personazh ka futur batuta nga vetja vet, çdo personazh unë mendoj që çdo aktor është në rolin e duhur, në vendin aty ku është, që në momentin e parë që lexova pjesën më kanë ardhur direkt përfytyrimet për secilin nga aktorët dhe mendoj që secili prej aktorëve ka bërë super karaktere dhe mendoj që e veçanta e kësaj shfaqje është që kjo është një shfaqje ensemble e përsosur. Pra këtu nuk kemi solist, këtu kemi një orkestër shumë të bukur që funksionon shumë mirë së bashku pa një spale, themi. Gjikesia. Si kalove? Do më japër sa të holla që të shkojnë në Tiranë me fugon? Jo, nuk kam të vogla, më vjen keq. Të që ka bërë pis kapuca? Morje mira, po i poshtë. Mua më pëlqen shumë personazhi në fakt, sepse është tipiku i atij, siç thash edhe më herët, i atij funksionarit të pushtetit lokal që është një provincë aty dhe bën atë korrupsionin e tij, domethënë në dëm të komunitetit. Ajo që do veçoja ndoshta është detaj që ky përpiqet të flasë anglisht. Përpiqet të flasë anglisht këtyre zonjushave që kanë vizituar këtë vendin e humbur dhe e flet në një mënyrë domethënë të frikshme. Batut që ka ngjitur shumë, domethënë është kur ai përpiqet të thotë sigurisht në anglisht që është of course. Zonja. Zonja është producente televizive. Viki Cani, e njihni besoj. Of course. Një nga batutat për shembull që mua më bën jashtëzakonisht shumë përqeshur është në momenti që Gjikja del nga frigoriferi dhe unë them o ti vdeksh se na ngrive gjakun dhe që pasohet pastaj nga
Mimoza, që thot o gonin e na që ka prishur ngrirësi. Batuta ime që ka goditur shumë dhe që kanë qeshur gjithë, do me thënë është që mbasi ka ndodhur një vdekje në ngrirës, ka ngrirë gjikja brenda në frigorifer, dhe kur ai ngjallet, batuta ime është mos nena që ka prishur ngrirësi. Oni! Nena që ka prishur ngrirësi! Po falja mund ngrisit, po sill një ujë ta shkrim. Edhe kjo më ka pëlqyer, ndërsa batutat e kolegëve asnjës më ka pëlqyer. Po kjo është nuk çorremi. Në dashur ndjekës, më në fund e qetu me një lokal. Shpresoj shumë që dikush na ndihmojë se ku jemi. Unë ma që batuta sa ka me thënë të drejtën, vetëm ato mbaj mund tani në të arushës. Dhe Alesia është shumë e lumtur në personazhin e saj që ka ardhur në këtë fshatin, kjo nuk e pëlqen, edhe pse është një çik kështu si depresive dekadente, domethënë, nuk e pëlqen edhe thotë Alesia sa bukur që nga këtu, ku jemi këtu, pyet këta. Edhe unë i them në të arushës. E saktëson. Unë i kam të gjitha të bukura, Aldo. Po, s'kam në një certifika. Ajo se përballoi dot edhe pati një burnout, ju do shtruri. Për ne fillon të rituali punës në 8 të mëngjesit dhe fillon të në 12 të natës, pastaj në 1, në 2, në 3 dhe çdo 2 orë unë kisha një burnout. Alketa tani je burnout. Kështu që vëcëja po kalon një periudhë shit. Mua për shumë më pëlqen batuta që ka Alesia për Vikin, për personazhin tim, që thotë tani do vetëm të mbylli kompanin, të vrasi veten dhe të janis nga e para. Ajo që unë nuk do harroj nga kjo shfaqje është atmosfera e përsosur në grup që kemi pasur gjatë gjithë kohës dhe dëshira e të gjithëve së bashku për ta nxjerrë këtë shfaqjen sa më mirë dhe le të themi kjo është një ndër ato shfaqje që nuk ka pasur asnjë incident, se të gjitha shfaqjet në historikun e teatrit e kanë një incident të vogël. Dhe kjo është shfaqja ansambël më e përsosur me një atmosferë shumë të bukur dhe kjo është gjëja që le të themi është një tull e shëndritshme në atë murin tim të karrierës. Do ta mbaj mend gjithmonë si një shfaqje shumë të bukur, edhe uroj që të gjitha shfaqjet e tjera në vazhdimsi t'i krijojmë kështu si kjo shfaqje, sepse ka qenë një punë në grup shumë e bukur dhe mua punët në grup më pëlqejnë dhe kam dëshirë që gjatë gjithë kohës gjithë stafi të jeti frymëzuar për të punuar me shumë dashuri. Dhe kjo shfaqje pati shpirt prej këtij tulli bashkëpunimi, them. Sigurisht që do të më kujtonte atmosferën e punës me një shfaqje e cila vendoset në një ambient atipik. Sepse këtë do të më kujtonte nëse do ta shikoja këtë dokumentar të mas 10 vjetësh që çfarë mrekullie ka qenë para 10 vjetësh dhe çfarë kënaqësie kam pasur që kam qenë pjesë e asaj shfaqje. Në fakt, me thënë të drejtë, e di çfarë gjëja që do më ngelen në mendje është një nga shfaqjet ku të gjithë personazhet kanë zënë vendin e tyre. Të gjithë aktorët janë frymëzuar kaq mirë, saqë është një nga ato kastet që ti vërtet thuaj që jo më valla, unë nuk do ndryshoj absolutisht askënd. Dhe unë shpresoj vërtet që kjo të jetë një shfaqje që të vazhdoj dhe të kemi mundësi ta japim edhe në vende të tjera. Mbase do ishte shumë e bukur edhe që të xhirohet, se jo edhe të bëhej film në një të ardhme. Në një vend vërtet të Shqipërisë, një vend të humbur. Unë do mbaj mend lumturinë që kjo pjesë shkoi shumë mirë, që unë u kënaqa shumë edhe kjo pjesë më ndihmoi të kaloja një stres dhe një hall shumë të madh. Nëse do ta shikoja këtë intervistë pas 30 vjetësh dhe nëse do më kishte zënë skleroza siç thua ti, do doja të mbaja mend
të mos harroj asnjëherë kolegët që i dua shumë dhe si jam bërë, si kam qenë e rrethuar me dashurinë e tyre dhe si ka funksionuar projekti. Kjo është më thelbësore se sa vetë shfaqja, sepse ne punën e bëjmë bashkë edhe ka shumë rëndësi si koha që shpenzojmë kualitative me njëri tjetrin. Më ke nxjerr në këto dokumentar që më thua do ta shohësh kur të të zëri skleroza, më ke nxjerr pa grim. Pa buskuqse, lart i ka bërë. Jo, nuk i kam mbaruar akoma. Po e Do ta kujtosh, po në gjatë pritjes. Në skenë më ishte momenti që vinte moment na zinte gjumin. Ja, do të kujtoj kohën e gjatë pritjes. Ne hymë fund, dhe bëjmë ta, ikim. Është shumë komodë. E disa personazhe. Jo, ku janë komode? Se ke Denaldo. Seriozisht janë shumë komode. E para unë jam në natyrë shumë isore, shumë solare dhe unë i dua shumë kolegët. Do me thënë nuk i konsideroj kolegë, po i konsideroj miq. Dhe duke ndëjtur, kemi kaq vite që punoj me njëri tjetrin, unë vërtet i dua. Por ndoshta ka ardhur momenti që unë të bëhem serioze, sepse në periudhën që ne kemi pasur këtë proces provash, unë kam marrë vesh që vajza ime Ambra është shtatzan. Ka që ishte ma? Fillove të tash. Edhe kam të siklet, mos më dobi qesë të të gri. Të fshim këtë djerës që na kanë dalë gjithë të muaj. Ora, pse gjithmonë bie zjarri që janë? Po, unë pije gjithmonë edhe te pallati, në shkas të shkallë. Jo, tjetë për mua, i rikse dhe njëherë nga e para. Po, s'ka problem, i fillon nga fillim. Ki që marë, se më doli. Këto gjëra që tha Moza, sepse është totalisht mashtruar. Jemi në limite. Në limite. E shere ke thash, e shiko? U që i zoti gjithë, e shiko? E peqa intervista, jo si juve. Nëse ti e djali mirë, nuk bëm shumë gabime. Këto thjesht do i keq ke pas çak, ke prapë. Jo, seriozisht. Faleminderit shumë edhe ti një herë që na ke ndet non stop afër. Me foto, video, me dashamirësinë tënde, me energjinë tënde pozitive. Sinqerisht, faleminderit shumë.